Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së vëllait të tij, Fadil Geci, i cili i quajti trush pëlar rreth 60% të votuesve të vetëvendosjes Guxo dhe PSHDK-s. Halili tha se kjo është fyerje ndaj shumicës së qytetarëve dhe gabim i rënd politik, duke theksuar se politika nuk ndërtohet duke përçmuar popullin. Në vim shkrimi i tij plot, kur 60% e popullit quhet trush pëlar, problemi nuk është populli. Si vëlla të them me lutje, je në gabim. Deklarata e Fadil Gecit në TV1 hap debatash për politik, fyerje ndaj shumicës së votuesve dhe tentativë për të paraqitur si i vetmi i mençur në skenën politike. Sot në orën 12 në emisionin e transmetuar në TV1, vëllai im Fadil Geci deklaroi publikisht se rreth 60% e votuesve shqiptar që kanë votuar koalicionin vetëvendosje Guxo dhe PSHDK janë trush pëlar. Kjo deklaratë nuk është vetëm e rëndë politike, por edhe fyese për shumicën e qytetarëve të këtij vendi. Si vëlla më i madh ndjej obligimin moral që them publikisht se po gabon rënd. Me një deklaratë të tillë, ai nuk po kritikon një parti apo një orientim politik, por po fyen një popull të tërë. Ti quash 60% të shqiptarëve budallënj dhe trush pëlar, ndërsa veten ta paraqesësh si më të mençurin e shqiptarëve nuk është qëndrim intelektual dhe as politik. Kjo në fakt dëshmon dhe mund të thuash se nuk ke lidhje me politikën kur përdor një gjuhë kaq përçarëse dhe përjashtuese. Askush nuk është më i mençur se 60% e popullit, as Fadil Geci, as Avdullah Hoti, as Vjosa Osmani, as Ibrahim Rogova dhe askush tjetër. I them publikisht, prit dhe pak dhe koha do të tregoj se kush është Abdi Xhiku në të vërtetë. Nëse ai del ashtu siç e përshkruan Fadili dhe e ngrit LDK-n, unë jam i gatshëm t'i kërkoj falje publike dhe mos e quaj më Dadalume, por hero. Por faktet janë ndryshe. 136 delegatë të LDK-s kanë qenë kundër tij, që do të thotë se gjysma e LDK-s dhe pothuajse e gjithë kryesia, ndërkohë Fadili zgjedh t'i quajë shqiptarët trush pëlar vetëm për t'ia bërë shefin Dadalumes. Edhe më herët në një intervistë me gazetarin Gashi, e kishte quajtur vetëvendosjen parti ruse. Si vëlla po e them sërish, po gabon rënd. Historinë e kemi ndërtuar bashk, por me këto veprime po dëshmon papjekuri politike e kombëtare e aq më keqe dhe familjare. Bajraktari i Laushës nuk ka fyer askënd, përkundrazi gjithë Drenica e ka pasur pas vete, ndërsa ju, me këto veprime në 2 Drenicat me rreth 90.000 banor, nuk keni arritur t'i merrni as 900 vota. Në anën tjetër, Albini ka arritur të marrë mbi 10.000 vota. Kjo intervistë u pa nga një publik i gjerë dhe u kuptua qartë se bëhet fjalë për një interes të hapur politik, të fyer shumicën e votuesve për të kapur pas dimijave të Dadalumes apo të një figure të caktuar politike është gabim i rënd. Kur gazetari e pyeti për 136 delegatë dhe shumicën e kryesisë që ishin kundër, përgjigjja ishte: jo, bashk, na duhet bashkimi, duke u paraqitur si baba gjysh i shqiptarëve dhe i LDK-s, madje duke marrë shembull edhe Nexhat Dacin. Krejt në fund, i them Fadilit, nuk ndërtohet politika duke fyer një botë të tërë dhe duke paraqitur veten dhe Dadalumen si të paprekshëm. LDK-ja e dikushme dhe kjo sotmja nuk do të ecë përpara pa u çliruar nga kultura e dhunës dhe nga individ që politikën e zëvendësojnë në grushta. Figura si Ermen Zemaj dhe rrethi i tij janë bërë simboli i kësaj fryme, ku mendimi ndryshe trajtohet me dhunë. Rasti qytetarit që u sulmua publikisht vetëm pse e quajti hajn është dëshmi se kjo qasje dëmton rënd jo vetëm LDK-n, por edhe vetë demokracinë. Nëse LDK-ja nuk ndahet nga kjo frymë dhune, në zgjedhjet e ardhshme votat do t'i marrë, do të jetë aq sa janë mbështetësit e dhunës dhe të bokserave të kësaj rruge. Kjo është e vërteta politike, jo fyrje ndaj popullit.